Duke bërë regjistrimin për të natet në vëpinit dhe që më pas të shkojt drejt dhomës së fshetit. Së pari, një thirrje zemre për çdo qytetar shqiptar. Sot të votojnë, për vetën e tyre, për fëmijët e tyre, për pensionet dhe rrogat e tyre, për punën, punësimin, biznesin, fermën e tyre. Të votojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre në këtë vend. Zoti Berisha, do njihni verdiktin e qytetarëve cili do Tani, të jetë? një minutë, të votojnë. Unë, me që më pyet, çdo njeri që takova, unë takova njerëz të gëzuar, të sigurt në votën e tyre dhe mezi presin do të kemi një ditë të dytë vere. Do njihni këtë rezultat, zoti Berisha? Do të kemi një ditë të dytë vere. Zoti Berisha, na edhe njërë thirrja ime, votoni. Zoti Berisha, ju lutem, 3 ditë më parë deklaruat se nuk kishit kërkuar vizë. 3 ditë më parë.